Ç'mund të thuash diçka për karrierën tënde, Ronaldo? Ku ka filluar? I mapi. Po si ta them unë ty për karrierën? Si duhesh ti thuaj? Po karrierën varet si perceptoj njerëzit, si ke perceptuar ti karrierën time, me pak fjalë. Unë kam perceptuar si administrator pallati. Bravo. Aha, po tjetër. Së fundi. Së fundmi. Si aktivist. Po si aktivist. Po vazhdojmë. Si aktivist për të drejtat e qytetarit. Po ja ta përkufizoj. Po si e bëre pyetjen ti? Karriera. Po karriera angazhimi. Angazhimi, po. Pra bëhet fjalë unë bëj tre aktivitete të ndryshme ekonomike. E para është administrim pallatesh, administrim dhe mirëmbajtje. Këtu ku jemi tash? Këtu kam studion unë. Unë kam një pallat këtu në lagje, një më tutje, çrënd si ka. Më dëgjona? Po, të dëgjoj shikoj ambientin. Këto janë citatet e Ngjelës. Dhe pasi bëj këtë punën e administratorit, ndjek çështje administrative. Çështje administrative do të thotë që lidh qytetarin ose biznesin me administratën publike. Çfarë halle kanë ata punë përpara se të shkojë çështja në gjykat, duhet të ndikesh në çështje administrative, se mos mbyllet që aty. Kupton? Dhe e treta është gazetaria e pavarur, siç e bën ti dashu. Gazetaria e pavarur me që s'ka lekë është e treta. Kur nxjerrim këmbën nga uji, bëjmë gazetari të pavarur, bëjmë ndonjë postim. Por kurse aktivizmi lidhet edhe me interesin publik, por edhe me lobimin të çështjeve. Unë kam shumë qejf të ndjek lobim, çështje të caktuara të çështje të caktuara për ta shtyrë. Për shembull, atje ke fshati babait tim Panarit, të Korçës, është edhe deri aty erdhi rruga, si rrjedhoi e tapit. Ata ishin pa rrugë fare. Tapi është ky Gazellsi. Sa larg është nga Korça për? Nga Korça duhet të jetë një 30 kilometra. Dhe sa kalon atë një 7 kilometra vjen Backa. Backa është fshati Skraparit. Dhe tani ka ngelur ajo, nuk lidhen dy prefektura për 7 kilometra. Se deri aty e bëri asfaltin, fshatarët nuk dinin t'i bënin më shumë presion që të kalon. E ke pra të bëj tipu naze, ti vete në Berat, ka trup më të madh të vesh në Berat, mos bësh një gjiro. Ose në Skrapar e të kthesh si varfër mbrapsht, në vend që të bësh unaze. E kjo quhet çështje. Qofse del dikush në një sponsor, filloi unë ndjek, me takime, me shkresa, me gjera, me administratën, me ministrinë, me organizimin e banorëve, bam tu bijem atyre, bam, jemi këtu ore, po kështu duhet. Kjo quhet lobimi. Lobimi, kjo është. Kjo siç është çështja administrative është kjo, edhe këtë e bëj me qejf, edhe administrimin e bëj me qejf. Edhe gazetarin. Pra, vazhdojmë. Atëherë ke probleme me institucionet për çështjen e administrimit të pallatit, të ambienteve publike? Zakonisht bashkia ka rol rregullator në një marrëdhënie bashkëpronësie, a më kupton? Po jo se po pyet njeri shumë, sepse këtu thon shteti, qofse ta bëjmë bisedën siç e shikoj unë. Pra shteti, ti për shembull merr një pajisje, tenxhere me presion. I ruhet shtetit me nder se si e përdor ti tenxheren? Jo, rritet më po. Bravo. E njëjta gjë është edhe me ashensorin. Mua thotë ai shteti ose familjari. Shteti thotë unë dua se ashensori do vrasësh veten. Okej, në rregull, si do t'ja marrësh lekët ti? Se krijohet një mediokritet në debatin publik. E kupton mediokritet? Ai thotë duhet ashensorin ti ta kolaudosh. Okej, në rregull, kolaudimi i ashensorit kushton 25.000 lekë të reja në vit minimalisht. Këto lekë nga do dalin? Se ne paguajmë edhe një 7.000 lekë në muaj. 7.000 lekë në muaj i thon 7.000, i thon 84.000 lekë në vit të reja. Tani shteti thot bëj kolaudim, nga dalin këto lekët? Ai ta zë më detyron mua, gjoja, po mos ka çam detyron. Se unë i them jep lekët ta kolaudoj. Taks shtesë. Po, banorët thot nuk duam. Banorët nuk duam, më thon ashensor. Nuk duam sanitare. E çfarë do bëj shteti? Unë nuk duam, thot. Po këta janë mediokër. Pra duhet një lloj metode se si do ta përfshishti. Po si ç'është ky muhabet? A kupton nik s'dua, çfarë mund bëj luftë? Unë veproj në emër të shumicës, a kupton? Shumica e familjarëve kanë vendosur që do kesh administrim, do kesh ashensor, do kesh pompën, do kesh sanitare, do kesh këtë. Edhe kështu vazhdojnë lufta. Po gazetaria e lirë, po themi ne, freelancer që thonë. Si? Freelancer, gazetaria e lirë. Për shembull, një nga gjërat që kam përshtypje tek postimet e tua. Po. Thuat jemi këtu në filan vend. Edhe po kalon ministri, ministri. E bën një muhabet atë. Po trafiku, me bicikletje, nuk ka problem me trafikun. Po pse nuk do të jetë njësoj si të tjerët?
Si të jetë njësoj? Zyrtari. Të presim më trafik, të përdori transportin publik, të ikim me bicikletë. Po, kjo është një lloj, shikoje. Ai lloj zyrtari në këndvështrimin tim, nëse Shqipëria është një 30-40 milion banor dhe i duhet sikuriti, dhe i duhen roje, makina, dreq. Po fakti që ne jemi një fshat i vogël me 2.4 milion banor, ne jemi fshat i vogël, ne nuk na i shesin si vlerë Shqipërinë, mundohu ta kuptosh, a më kupton? Edhe ne ngelemi në këtë vorbull, ai duhet me 4 makina, ministri, ky, tjetri, a kupton? Janë ca gjerë, ai deri diku prokurorët nuk e di. Por këta që janë titullar pa lidhje fare, a kupton? Po ç'është kjo? Po si su vjen turp prej vetes një herë? Si su vjen turp, pse duhet të jenë të siguruar në atë farmase? Edhe krijojnë bllokim trafikut, duket vetja në Shqipëri nuk ka vipa. Është një bisedë logjike në analizën sociologjike. Sepse aq që Shqipëria 2.4 milion banor, nuk jeti në Gjermani, që ai ka vipa. Që do të thotë në Shqipëri, pavarësisht që janë krijuar kushtet e rolling hills me shok, ato janë krijuar kushte për t'i marrë ca lek të pasurve në kuptimin që të blenë një shtëpi që të ndihen të vlerësuar. Por ti ke gjithmonë kontakt me këtë të pasurin, a më kupton? Sepse jeton në Shqipëri, nuk e ke si në Amerikë që do ta shikosh atë s'ndodh kur, se janë 300 milion banor. Në Shqipëri është njësoj. Si ky që s'ka shtëpi, si ky që ka shtëpi, pra ne jemi bashkë në një fshat. Pra, kjo është logjika e asaj që unë i bëj nga një kështu. Pra, qëllimet e mia të statuset se ndoshta njerëzit e kuptojnë se kur unë dua të dukem. Kanë perceptimet e tyre. Qëllimet e mia të statuseve janë të përfshin njerëzin, pra unë një qëllim kam në jetë. Të nxis debat në nivel kombëtar. Çfarë e thjesht. Pra unë në momentin që nxjerr këmbët nga uji për këtë gjë investohem. Pra nxis debat. Unë e shikoj këtë të verdh. Po ti si shikon? Ti e budalla, ajo është e kuqe. Dhe vazhdon biseda. Po, kjo ishte në raport me ato postimet, nuk e di pyetje tjetër çfarë mund të kesh. Ka debata po në Shqipëri? Pse mirë bën ti e bëj unë bëj një tjetër po. Pa ka debat, pa ata që kanë në dorë debatin publik nuk e çelin objektivisht në këndvështrimin tim. Se puna është që mirë bën debati, po rezultati. Bravo, opa, është tjetër gjë. Ne flasim për faktor, po, shumë bukur. Kjo është bisedë alla shqiptar që me intelekt nën mesatare. Ne flasim për gjërat që varen prej nesh. Pra ti e bën bisedën pse ta marrun policin në telefon, se ky ka bllokuar rrugën kur policia nuk vjen. Nuk bëhet kështu biseda. Kjo është bisedë made in Albania. Ti do ta bësh bisedën, unë po e raportoj policin që rruga është zënë e po vazhdoj punën. A kupton? Ai i di vet pasaj se si e bën vlerësimin. Po e punë debatit. A kupton? Mbase nuk nxitet, po punë e madhe se s'u nxjerr 10 veta. 5, 2, 1, po komunikim me veten, ka gjë më të mirë komunikim me veten. Jo nxitet debati, po themi rezultati. Po rezultati ai sa ç'është? Ti bën përpjekje. Dakor, po. Ti bën përpjekje më shumë. Çfarë do t'i bësh? Do t'i japësh lek Facebooku, do t'i japi ndjeksa. Jo, nuk. Po si, ma thuaj si do ish. Ti kjo është punë e vazhdueshme dhe historiku. Dhe në historikun që ke ti, dhe në bazë se sa investohesh, se nuk është e lehtë. Ne nuk do investojmë në gazetari që s'na jep poker leku. A më kupton? Po investojmë si kontribut, pra sa mendojmë. A më kupton? Sa mundemi. Kemi një çikoj, bëjmë një raportim, bëjmë një postim. Nëse bësh faktor pastaj. Nëse bësh faktor pastaj, do të thotë që ata e kanë vlerësuar, atëherë do shikosh çfarë propozimi të vjen, se vijnë propozime, mundohu ta kuptosh. Propozime vijnë pafund, po janë propozime varrez, se me që më thonë shumë njerëz, jo po se s'punon këtu, se s'punon atje. Pra propozime në kapitalizëm ka pafund. Janë propozime varrez, pra që nuk janë në interesin tim. Po mu janë shumë të mira pra ato që i propozon, a më kupton? Unë se paragjikoj ata. Por aman për mua nuk janë ato, propozimi do të jetë brenda interesit tim dhe çfarë unë mendoj për perspektivën. Po edukimin komunitet. Në këtë rast, a e ul ata Ledia? Në këtë rast deri këtu jemi, edhe jemi shumë mirë, këndshëm, të kënaqur. Vazhdoj. Edukimi komunitetesh, a mund të mësohet në shkollë? Tani, kjo është pyetje, super pyetje. Kjo është super pyetje, po unë nëse do ta them unë nga përvoja ime, edukimin, por ndërkohë tani nuk funksionon më nga përvoja ime. Unë jam infektuar nga media. Unë jam infektuar nga media në Suedi. Media në Suedi në 2000-2004 nuk ishte pralla. Pra ajo bënte një lloj, ajo media aty ishte shumë edukative. Dhe unë u infektova atje, tani nuk ka televizor, tani ka media sociale dhe shumë e vështirë. Tani nëse do të ajo në për shkolla thuaj ndikon, jo se s'ndikon. Po unë kam hallin e hamenjve.
Pra ka shumë njerëz hamenj në kuptimin e mirëfillt, pra hamenj që kur ngarkojnë anijen e kanë punën në shkollë, punën në ministri, punën në polici, punën në shëndetësi. Pra janë njerëz, lodhen shumë. Jo lodhen, janë amenjë, janë budallëjnë, pra nuk i japin element pozitiv punës së shoku. Por e vjen si mekanik, na e paguar, mori rrogën si te iku. E ke punë më të bekuar se mësuesi 9 vjeçares nuk gjen. Pra nëse do të ndryshosh ti realisht shoqërinë, dy profesione janë që e ndryshojnë, gjithë tjerat janë prava. Është mësuesi dhe gjyqtari. Gjyqtari me një vendim që prodhon jo zhvillon shoqërinë. A më kupton? Po këta janë zvaranik, pra këta vjen si manikina në punë, more, di ç'do thot, more, është krim. Krim me veten tënde të vesh në punë si kolluf, si manikin, pa pikën e vlerës. Pra vjen atje shikojnë ndonjë gjë zvaranik, këta janë hamen. Pra jeta, pra fakti e njeriu e di që është i vdekshëm, e di. Atëherë ti shtoj element pozitiv. Okej, e kemi dhe mendin ke lekë, se pa lekë s'ka. Por harmonizoj, këta e pra. Në Shqipëri këta që po përmendje marrin rrogën, nuk është se marrin lekë. Ora e marrin rrogën, po shme pak ta mor zotëri, si e marrin rrogën edhe trin si hugardhi, si manikin, pa shtuar vlerë, më e di çdo thot pa shtuar vlerë. Kur e merr rrogën si po është kot më ti unë e mora rrogën, unë hengra thuaj ti. E ke parasysh? Unë e shkela semaforin spirth unë thotë. Po nuk është ajo jeta sociale, o shoko. Ajo është varfëri. Jeta sociale është kontributi që ti bën në shoqëri. Kontribut më kontribut. Shton një vlerë, bën bisedë me një kalama, e i thuaj, si do t'ja besh, në lagjen tënde s'ka një vend ku të luash. Po ku e di unë, thot ai, edhe e shtyn atë, e nxit, se mund ta inicioj, një mësues mund ta inicioj me disa nxënës një çështje për mungesën e hapësirave për të luajtur fëmijët. Fëmijët në Tiranë janë mizerje, më shoku, janë mizerje, e di çfarë do thotë më. A krim, ka krime të madh. Pra, fakti që nuk bëhet kjo bisedë, e kjo bisedë tjetër edhe unë bëhet, edhe bëhet një debat varez ka pa fund. Ne na duhet debat utiliti, dobishëm, që ta marrë shoqërinë nga këtu ta çoj këtu, a më kupton? Ti do thuash po s'do japësh mend. Unë atë që mendoj e them ajtun, çfarë do jap mend unë? Jo, periferike. Jo, është normal tash, quhet jepet mend apo nuk jepet, është çështje tjetër. Atëherë, ata e shikojnë si mend, unë kam si mendim, unë kam si angazhim. Nuk është ndaluar. Po. Mendimi është kur është kritik, bile është besuar. Po japi mendime, po më thuaj tjetër. Për realitetin, çfarë mendon se ka shumë gjëra, po të edhe negative dhe pozitive. Realitet si në Shqipëri, ç'a ndodh zakonisht? Po çfarë do të thënë, po realitetin, të gjithë këndvështrimin, pra çdo gjë që mënyra se si ecën, se si funksionon politika, shoqëria është në rregull, mënyrën se si kemi ecur neve deri tani për 30 vjet, duke patur parasysh 45 vjet diktaturë. Mos e harro se diktatura nuk mund ta shesim me kaq të lehtë. Diktatura shkatrovi mendjet e njerëzve, shako. U nuk bënte dot një bisedë të thjeshtë me një shok, se varet se si do ja shiste shoku e degradonte, pa le mohabete se e bëjmë ne. Kus kemi patur në 97, por në aspekt për unë, që unë më shes veten si sociolog i lindur, i diplomuar dhe i sëmur pas sociologjisë dhe them me ironi që studimet e mia i kërkon në KBE aty blej. A ke parasysh, pra këtu nëse reagojnë në Shqipëri, reagojnë. Po jo të reagosh ndaj interesit publik, mos harxho kohë fare. Qofse reagon ndaj interesit tënd, kur të bëhet një padrejtësi, qofse reagojnë 4% e qytetarëve, Shqipëria bëhet ose si Zvicra ose si Izraeli. Shpejt, zhvillohet e masa, këtu ka mungesë reagimi. Unë as 4% nuk thuhet. 4% nuk reagojnë, jo. Po të reagojnë 4% e si zhvillohet Shqipëria, po unë kam nuhatjet, e di. Unë di vetëm reagim di tjetër. 4% e shoqërisë po të reagojnë. Por jo reagim se këta e kujtojnë sikur do t'i bien kazmës, do reagojnë për interesin e vodhi ai, mos reago fare se vodhi ai. Është reagimi. Por jo reagim kur ti vidhesh o shoko, për interesin tënd personal. A kupton që këtu nuk reagojnë për interesin e tyre personal apo jo? Nuk reagojnë për interesin personal. Si ka mundësi? Se nga ana psikologjike, po kjo është super pyetje. Tani e kanë vënë re njerëzit shqiptarët. E kanë kuptuar dhe kjo burron nga që kur kanë lindur, derisa janë rritur, janë mësuar nga të prindrit, nga shoqëria, lere që të duhet, andek, të së shpërtyja, kupton. Pra, nuk janë mësuar me luftë.
unë i them gocës time 10 vjeç, këtë punë ke gjithë jetën, derisa të vdesësh, do luftosh për këtë, do luftosh për atë. Pra nuk edhe është kjo, nuk janë mësuar, janë me luftë. Këtyre u duket lufta sikur përpjekja për veten sikur do vdesin. Ndërkohë ajo është qëllimi i jetës, është si puna e spermatozoideve. Ke parasysh? Kur spermatozoidet lëshojnë 200.000, 300.000, 30.000 sa lëshojnë, njeri vetë ke veza. E po aman ata të tjerë lëvizin, do vjen. Po kështu është, nuk ka thot. Ky është ajo që the ti që si është pjesë e debatit publik. Pra nuk bëhet debat objektiv, por edhe kur bëhet liret prap. Mbaj shënim ti aty. Çfarë debati, çfarë do prodhoj Blendi Fevziu, ja ku e ke thuaja gjitha audiencës, çfarë do prodhoj Blendi Fevziu me 8 të ftuar dhe në një debat me maksimumi 90 minuta dhe ku në 90 minuta 30 minuta flet vet. Ma thuaj ti mua si do prodhosh debat ti objektiv. A kuptoni, merr Fevzu atje, ata kënaqen, ata nuk flasin as 3 minuta ashtu. Ore lere që paguan, nuk jemi ke paguan. Ore që rëndësi ka, ore vete huri gardhi, ta kupton, vete një person publik, vajta ke Fevzu, është turp i madh, është skandal në ndërgjegjen tënde, ke Fevzu ati nuk flet më shumë se 3 minuta, maksimumi 8 minuta. E di që do të debat është ako. Debat do të thotë që unë, sipas studimeve të mia, që i kërkon në KBE-ja, do të them. Bravo. Pra, nga 0 deri në 15 minuta është thyrja akulli, derisa ti e nxit debatin ande këtë ngroh. Atë që të thashun ty, çfarë po direkt në intervistë të bëjmë një bisedë të lirë. Nga 0 deri në 15. Pas 15-ës, nëse të kap nervi, fillon ti. Kur fillon ai prodhon perla në mënyrën njohëse për audiencën. E duhet ta lesh atë derisa të mbaroj. Am ke godet, bam ai flet, e godet, ai flet, ti e godet, ai flet, të nxjerr vlera. Çfarë do bëj Fevzu aty? Blendi Fevziu thuaja kur ta kesh. Si ata hunjt që vejnë atje, 8 veta, more, di që do të 8 veta në një program 80 minutësh, 30 minuta i merr Fevzua, çfarë bëjnë atë? Bëjnë llogje. Prandaj nuk zhvillohet shoqëria, a më kupton? Në një moment që aty një nga të ftuar i flet teknikisht Fevzua thapja pret me njëherë. A më kupton? Jo Fevzua, edhe të tjerët. Po çe kështu do ecim neve. Pa i e ka në dorë debatin publik, sa kam unë. Unë sa e kam, mundohet. Edhe ngelesh. Del edhe tjetri thot betoni. A kupton u bë betoni, se ka shpjeguar njëri. Betoni është investim. Dhe lekët nuk i investon njëri, s'ka budallën të investoj. Ai shikon një gjë që është me interes. Po si ka mundësi thot, ai po na merr tokë, sa po merr tokë, ai është investitor është ako. Toka aty është. Çfarë ke bërë ti Gjerdie? Toka. A më kupton? Edhe ai tani e merr a priori betonin e cili, idenë e betonit e cili Saliu. E morën këta beton. Njerëzve u qan syri. Çfarë ka njerëz kështu? Ministra, pushtet vendor të identifikojnë investitor që të investojnë. Për shembull jemi në Memalie. Po se çfarë do edhi me shilma kryetari i bashkisë Memalie nëse vetë dikush të investoj atje. Qoftë 30.000 euro, aty i qan syri. Në Tiranë i qan syri për 2 milionë euro. Po, biseda nuk bëhet betoni. Biseda bëhet si e fitoi ky lejen, ku janë burimi lekëve dhe si është gara. Ai e thot betoni, pse ka që në mjerim jemi neve? Kjo të thuash betoni, do thotë që Shqipëria e vitit 1700. Ne na duhet rruga se si hyri ai. Ore pse e fitovi ky dhe nuk e fitovi ky tjetri? Si ishte dinamika, si burimi lekëve, ç'ishte, ka kupton? E informon objektivisht shoqërinë, nuk e lën në termë. Di çdo ta informosh më. Zhvillohet vendi më shokoj, zhvillohet vendi. 2-3 gjëra duan shqiptarët, se shqiptarët nga natyra të nxjerrin syt vet. Por këta e linë, e blokojnë, futin atë stërkemsha, janë të varfër. E manipuloj, kemi ne në dorë, bënte një gazetare, bëra unë ati, gazetare me emër në Shqipëri. Se unë kam qenë i angazhuar në media të edhe ja bëjnë ata, ne kemi në dorë opinionin publik. Jo. Edhe po bëja bisedë unë ande këte. Abraham Lincoln i thashun kësaj zonjës, ka një thënie. U thosh të bashkëpunëtorëve të vet, asnjëherë mos luani me ndjeshmërinë e publikut. Ajo nuk gabon kur. Edhe mua më tha kjo kanë kaluar 200 vjet që nga ajo kohë. Do të thotë që ne kemi në dorë manipulimin e publikut. E mirë i thashun. Unë jam sociolog i thash. I lindur i diplomuar i sëmur i thashun. Unë kam një citat. Unë njerëzit e kam dashuri të madhe, a kupton? Për njerëzit në tretën natës se më thuash ai se kemi diskutim debat, tërë direkt dal. Pra, njeriu, unë kam një citat, njeriu i pakushtëzuar nuk manipulohet kur. Pra, kjo është proverb në gjithë planetin.
merret ti një çoban, një idiot, një debil edhe thuaj ti që unë do ta manipuloj këtë. Po mos i ti kushtëzuar, ai ka zgjuarsinë e vet, nuk ja fut dot. Po mos i ti kushtëzuar. Këta e kushtëzojnë njeriu, e thonë shiko sa budalla është. Po normal, se çfarë të duket ti? Me çfarë kushtëzojnë? E kushtëzon me jetesën është apo, me ambicien e tij, si me çfarë po kjo. Po s'ka si zgjidhet kjo varet nga njeriu si është ndërtuar, si është ajo që thot ngjela. Do ri pa ngrënë njeriu shumë. Jo, do ri pa ngrënë është apo. Do gjej punë private. Kur është allergji, ai është i detyruar që të flasë budalliqe sepse është allergji. Pra ai mund t'i ngrej pak këmbët nga uji dhe të menaxhoj të ardhurat. Pra nuk do haj karkaleca, po do haj bukekos. E do ruaj të integritetin e vet. Kjo si ai e ka në dorë. Por jo se manipulohet, nuk manipulohet. Ai kur është allergji manipulohet, kur s'është allergji i kushtëzuar, kur e kushtëzon, ose kur është allergji e kushtëzon ti. Thot për shembull profesor Fuga, Martan Fuga. Po. Unë gdhiem thot dhe ngrysem fajtor. Se nuk flas aq sa duhet. Po, është shumë bukur e thot, se kam dëgjuar unë këtë gjë. Po. Po ai Ti si mendon? Se ai nuk ka folur sa duhet, po ti flet kur ke mundësi. Po ai ka folur në llojin e vet, sepse ka folur me libra, ka folur me auditor. Do të kesh parasysh edhe moshën e tij të tëra. Pra, kush ishte ky? Fuga. Artan Fuga nuk e liberalizon dot vetëm, kam bërë bisedë, kam thënë ti sepse nuk krijon një ditë në javë, në X vend audicione, me demek vin njerëz paguajnë një 5 euro dhe ti referon. Pra ata nuk e kanë ende sistemin kapitalizmi, sistemi më afër natyrës njerëzore. Çdo sistem tjetër është vari lesht. Edhe ai thotë unë jam këta, kam këta, ai ka kontributin e vet. Ai shumë mirë e bën atë, e thotë në gjuhë filozofike. Po, në leksë të hapur. Po, më pëlqen mua, pra që nuk flas. Por aman ai duhet të pra që të flasi profesori, nuk e di ajo kam thënë, biseda, që të flasi profesori i bi që të ketë e para duhet të bëj thirrje për donacione. Se s'është turp. Dhe donacione ai ka 2-3 studentë që e angazhon me ato punërat e vogla. Dhe ky merret me makro, se s'mundet ai merret me të gjitha. Unë di niveli i profesorit që merret me të gjitha, po se mund të merret niveli i profesorit me të gjitha. Ka disa puna, unë për shembull, çfarë motorin. Unë s'po bëj ndonjë gjë kush e di këtu. A kupton këtu? Po përsëri dhe unë ja kam Ledion, kam tjetrën bashkëpunëtor, pra duhet delegosh nga një çik. Ha kupton, nuk mundesh, është e pamundur. Edhe nëse profesori nuk çel thirrjen për mbështetje, se s'është turp, publike, edhe pasaj ai bën menaxhimin, ai mund të flasi, mund të referoj pafund, edhe ai referon gjëra objektive. Mund të krijojë debat profesor. Pavarësisht, po krijon. Ti ti ftuar dikush tjetër. Mund ta krijoj profesori debatin, por dyshoj që po, ai sigurisht, por dyshoj që më herët e ka patur mendimin tim. Më herët profesori ka patur që nuk dilte konkretisht, po tani ka filluar del si filozof. Ka të bëj plot gjëra, kupton, se do të flasësh cop. Ai herët e kohët e fundit mund të kenë mbi një vit e gjysmë, provokon debat shumë të mpret. Ja këtë siç më thëti mua, më kënaq. Po më herët i binte gjatë edhe nuk e nxirrte thelbin sepse kishte hallin e trysnisë. Sepse ke edhe trysnin, unë s'kam problem trysnin. Ke trysnin që të çan trapin, mundo ta kuptosh. Qofse këtu ka njerëz që thonë ku ma gjen të bëjmë një njëjtur vip, unë njoh njerëz talente që thonë më le rehat, sepse vlerësojnë jetën e tyre. Edhe po sigurisht petorium të merre me audiencë të sulmojnë, edhe duhet i ruash këto gjëra, duhet të kesh kujdes se të prishin harmoninë. An kupton, si mundesh ti po kontribon për shoqërinë, Rama po kontribon, Rama për shembull po kontribon për shoqërinë, themi neve. Ka harruar familjen, ka harruar fëmijën, ka harruar ai si tha Velia i tha. Unë shikoj që u futa në burg tha, që po harxoj kohë me kalamaun tim. Pavarësisht situatës se si shikojmë neve, ne shikojmë ai vetë aty vjedh. Ore vjedhja duhet pra këtu nuk bëhet debat objektiv. Vjedhja, nëse shqiptarët do arrin në stadin e vjedhjes, ne duhet të themi gëzuar, shqyr që arritëm. Ne nuk kemi stadin e vjedhjes, o shokë, këta bëjnë kot. Vjedhja ka çdo vend planeti, perëndimi po dënohesh. Ne jemi në stadin e shpërdorimit, të abuzimit, ha më kupton. Të vije, jo të vije, është abuzim, shpërdorim, se që ishte edhe një tjetër, s'po më kujtohet. Ha më kuptona. Po di që të thot abuzim është apo. Abuzojnë ormik, abuzojnë, ne themi vjedhin. Po vjedhje kanë perëndim, po janë 3 palë dalin të fituara. Ktu abuzohet pa mas. Ne do dalim nga stadi i abuzimit, i shpërdorimit i këtyre gjërave. A kemi një vendim shumë bashkiak këtij Vlorë. Ku ishte $260 euro. Po thoi një qeni? Po. Qeni rrugush. S'ka ndonjë gjë më qenë. Po vazhdoj. Diçka $35 euro. Kosto e një ndihme sociale. Po këto janë në muaj, si janë këto? Ajo e qenit si matet? Në muaj.
Në muaj, ka dhe dokumentin, ka bërë publike një nga antarë të këshillit. 240 euro. Kjo që ku futet te abuzimi, te vjedhja, trajtimi i qenit. Çfarë bëjnë ata 200? Po duhet parë ajo, pra ti e ke parë 240 euro. Si duket, mua duket e drejtë ose normale kjo. Po pra, po para se të dalim e drejt, apo jo e drejt, ti ke parë 240 euro, më theu 260 euro. 230 euro. 230 euro një fond për një qenë në rrugë. Po ndërkohë duhet parë detaj që kanë treguar ata. Qa kupton, ne nuk e dim detaj. Pra detaj kush është që ata me këtë 230 euro investojnë për një qenë rrugë, për çfarë, për qysh, për tek. Ose ushqimit e mirëmbajtjes e hospitalimit atje ku rri, punojnë atje në total pjesëtuar ajo shkon 230 euro. Kurse njeriu sa theti? Njeriu 35 euro. Ndihmë sociale. Po, ndihmë sociale, 35 euro. Tani një abuzim shpërdorim çfarë? Po jo duhet të reagojnë grupet e interesit që të rritin prioriteti. Prioriteti mund të jetë si të zhvillojmë njeriu. Qenë nuk duhen për mua, qenë nuk duhen fare, kujdes, më kupton. Qenë duhet një ligj që mos zvriten kafshët, duhen këto shërbimet e vaksina, ta kupton. Po jo të investohet kështu se abuzohet, ta kupton. Por që kjo do grupe interesi që të reagojnë, që të rritin trysnin, aja ashtu e ka vendosur. Pa abonojnë njerin, e ben me tender, marrin lekë, nuk e di, është diçka që s'kam ndonjë mendim. Ai thot aq, shpenzojnë pafund ata, ai di që shpenzojnë, por nuk e kam një pyetje tjetër. Nuk e di si. Ka lidhje me publikun se ti përmend shumë publikun. Po publiku të kënaqesh apo? Atëherë, kemi plazhe publike në Shqipërinë? Po t'jap sa shifra, prapë në Lorë. Para 4 vjetësh kishte 368 stacione plazhi, nga këto vetëm 2 publike. Po pra plazhet sot pra kemi një vendim Këshilli Bashkiak që te plazhi publik është 7.000 lekë pagesa. Si vjet 2026. Po, ku është pyetja? Pyetja është, kemi mjaftuar plazhe publike në plazhet publike në këndvështrimin tim është ende qeveria e papërgatitur. Çfarë bën një vit nuk bën një vit. Dhe ndërkohë plazhet publike janë nga krimi organizuar. Në plazhe publike të thyen dhembët ata, kupton ata që dalin qafë nxirët këtu që mbledhin lekët, e ke parasysh. Por nuk po e rregullon dot qeveria këtë gjë. Përpiqet, por nuk e rregullon sepse nuk ka njerëzit teknicien të duhur. Edhe ka dalë jashtë kontrollit. Plazhi publik është industri gati kriminale, është si punë e parkimeve. Diçka të thotë shezlonin 2.000 lekë, shoko, 2.000 lekë pronën e shtetit, 4.000 lekë, 8.000 lekë pronën e shtetit. Ai të therr, mirë që s'të therr atje, ai të vran. Ta therrë me thik, sepse nuk e ka rregulluar. Shteti është zero në menaxhimin e plazheve. Po shteti ka dalë nga dora kontrolli i territorit të vet, ne e dim publikisht. Ai përpiqet, po s'ka çfarë bën. S'ka çfarë bën sepse nuk e menaxhon dot. Vendi vogël ka aty fëmijë, ka probleme. Cila është publiku çfarë do bëjë? Do paguajë lekët apo do? Publiku vazhdon, shikon gjën, me lek pa lek vazhdon ai. Ne çështja është që këta që kemi votuar se i menaxhojnë. Publiku vazhdon se kërcet shumë. Dikush paguan lekët, dikush pa lek, dikush e nxjerr alltin thotë s'të jap lekët. A kupton? Kjo është kapitalizëm. Pra, që ta kuptosh ti. E diti në mbi kalimin e shkollës teknologjike. Ajo është bërë me kthes. Aty është fabrika e miellit. X-i. Ai është miliarder. Nuk ka çfarë i bën Rama. Teoria ime është si të edukoj miliarderin ormik. Pra, duhen edukuar njerëzit, pa edukim nuk arrin, edukim nga pak edukim dëshkim, edhe dëshkimi luan rol. Edhe ai zej plasi atje, ai thotë, un po të kem 50 shezllona, jam në rregull, thonë nga 50 nga kaq. E çfarë do t'i bëj shteti atje? Ai manipulon që të gjithë me atë pagesë. Në fakt llogaritet miliona euro në vit. Po si jo? Vetëm një qytet po themi ne. Po, aty duhet të nuk e di çfarë propozimi mund të, aty do të ndryshë shteti, por që ka ndërhyrje, ka njohje, ky vend i vogël i ka këto gjëra, duhet parë si i kanë vendet e tjera të vogla. E ke parasysh se ndërhyrën tjetër janë njohje. Pra ne nuk e zbatojmë ligjin njësoj. Pra të themi rregulli i vlen edhe për atë trafikantin. Për shembull, kur kam takuar njerëz të nivelit të lartë në kriminalitet, pa dashje ose për hir të punës, ata e mbyllin shumë bukur bisedën. Ne jemi të parët që na duhet ligji, o Renaldo, edhe mire ka. Atyre u duhet si drita e diellit zbatimi i ligjit. A më kupton?
Edhe punë e këtyre të gjithëve. Po ne kot ne përfitojmë duke abuzuar, duke zënë e themi në rregull. Dhe pastaj humbasim liri nga pjesa tjetër. Sepse do qepim gojë. Po, ham kupton. Edhe punë e atyre, pra ti duhet ta shikosh se interes të përgjithshëm. Këtu s'ka lobime, po të ketë lobime, këtu është gjë e bukur, lobime, interes, grupi interesi që si do ta zgjidhë, nuk ka propozime, sepse nuk ka si do të lëvizë. Po, shoqëria civile është ka disa reagime objektive, po shumica ja shesin projektet. Projektet i do bëja kështu, donatori ata ja qepin ai tung, nuk kanë ndikim fare, kanë ndikimin zero. A më kupton? Zero. Ose ajo çfarë quhet? Sorosi me shok. Po megjithatë, demokracia është proces. Sot jemi këtu ne do ecim, do ngelemi, do ashtu. Jo shumë saktë. Tash cili është problemi më i madh social që kanë shqiptarët? Po pra ajo është pyetje me vend. Tani si e kam përkufizuar unë këtë pyetje? Problemi më i madh. Problemi më i madh që kanë shqiptarët është që ata thonë, po se kur do rregullohet, kur të vdesun, ke parasysh kjo është një mentalitet që ti vret veten. Pra, Jo, pa i thot kur do rregullohet, pra ai e kupton se jeta në Shqipëri, dhe pak a shumë ka qenë kjo logjik gone diktaturës. Ai kupton se jeta në Shqipëri ose në jetën e tij fillon e mbaron me jetën e tij. Ai nuk e di çka pasardhës, sa kemi patur paraardhës. A më kupton, e ti e shtyve këtë gotën këtu, ishte problem, edhe këtu ishte një vend arkeologjik, po ndërkohë nga këtu e çove këtu, po nuk e arrite që ta nxjerrësh vendin arkeologjik në dritë. Por aman ti nga këtu e çove këtu, i pasardhësve ja u bëre ja ofrove më afër objektivit. Ne shqiptarët e kemi logjik që e fillojmë dhe e mbarojmë sikur historia fillon me ne. E kemi defekt, neve këtë skemi çfarë bëjmë, defekt. Pra kur do bëhet, kur të vdesun, thot ai, o shoko nuk bëhet kështu biseda. Ja. Ja të ta gjej unë ti, një thenje të mishtrit këtu, shpejt e shpejt të ngjelës. Edhe të thuash, të thuash ti, ku e kam? Mos u mërzit, a? Shikoj, është thenje therse kjo. A kupton, prandaj duhet audiencës. Ja, ku e ke? Ata nuk i kanë këmbët në ujë, ata janë perëndimorët. A kupton? Këmbët në ujë kemi ne. Ne si shqiptari kemi këmbët në ujë. Ne na mbaron koha. Ke parasysh kur do bëhet, kur të vdesun? Atyre nuk u mbaron koha. Për ata ndrojnë brezat. E kupton apo ky është krim kombëtar, mos mendosh ti për fëmijën tënd. Ai thot fillon dhe mbaron jeta me mua, shturp i madh, a kupton? Po nuk është pas individualizëm, është mirërimër. Ata nuk i kanë këmbët në ujë, këmbët në ujë kemi neve. Ne në mbaron koha, i mbaron koha. Atyre nuk mbaron koha, për ata ndrojnë breza, për ne nuk ndrojnë breza, ne nuk mendojnë fare për breza të shokë, ne i di si shkojnë breza. Bravo, a kupton, për ata ndrojnë breza. Tak e ka thënë Ngjela, bukur se Ngjela në ndjekun, a kupton, dhe di që kjo është therse më shokë. Se kur do bëhet, kur të vdes unë, po ti shtohet pasën tënë, dhe drejt që ta haj, kënaqë, se pra të punë ke lindur. Por atë punë ke lindur, bëj një kontribut, bëj një gjë të mirë në jetë, ishte ajo bonu. Po kotore si ashtu, po du t'ja ngresh dërgjegjen që të jetojnë në harmoni, se për mua nuk jetojnë në harmoni as milioneret, e di që do të harmoni është shoko, të kënaqet shpirti, që kur të ishë në lokal mos shikosh majtas djatës, po sigurisht ti do të isha kupton, ai thot unë jam i kënaqur, thot se shkel semaforin dhe unë spys e paguaj, po nuk është ajo, ti se ke kontributin zero në shpirtin tënd pa lënë shoqërit. A kupton? Edhe ai kështu i quan, tip modeli normalisht. Nuk është model, është mesjet. A kupton? Kemi afrime në po themi në si sistem feudal. Jemi feudalizëm në Shqipëri, sipas mendimit tënd. Që unë jam kryetar bashkie vendos këtë. Po mirë, ai është mentalitet. Pa është mentalitet si rrjedhoi sepse nuk ka presion nga poshtë, ne e pranojmë atë vasalin, ne e pranojmë atë. Nëse ti nuk e pranon, ka marrë muhabet me avokatin tim, rritet rysnia, ne e bëjmë vetë hamallin mbret. Pra nuk i themi je këtu ti japësh drejtim punës se ta godasim ta. Po, për të punë. Po, kurse ai e bën kryetarin e bashkisë kryeministit dhe trajton si mbret. Pra nuk i jep
goditje, pra duhet kuptosh një gjë, edhe kur e goditet kryeministri në Shqipëri, kur goditet kryetari, nuk goditen objektivisht, duhet të jesh shumë i qartë. Goditen me qëllime të tjera, përfitime, nuk goditen, di çdo të thotë, se ata hapin syt, ata e disa sa mjeshtra janë, nëse goditja e tij është objektive, unë e shikoj ke statuset e mia, shumë e kanë kuptuar. Pra duhet të jetë objektive ndaj interesit publik. Jo objektive ndaj një interesi që ke ti do të kapësh diku një gjë, më kupton. Dhe kur kjo është objektive, ti ajo rritet, pra nuk ka sistem feudal, ai rrit përgjegjësinë, sepse ti rrit trysnin ndaj atij në qeverisje. U zgjuan ka dinta që po, jo u zgjuan, ne kanë të drejtë dhe kërkojnë, po fakti që kjo nuk bëhet, ose bëhet, ti e rrit trysnin. Pra kemi edhe tjetër. Ti rrit trysni objektive, rritet trysni objektive. E paj, kryetari i bashkisë, kryeministri, ky që kërka do biç, po themi. Atëherë ai të ofron një ofertë. A kupton? Po e thamë çfarë. Quajnë këta të blej, por nuk është të blesh, shoku, se imitojmë kapitalizëm. Ai të ofron një ofertë, ti e pranon se pranon. Në moment që e pranon ofertën, do thotë që ke bërë një marrëveshje neshi që do ulesh zërin. Dakor? Po punë e madhe, ky është kapitalizmi. Pra ai arriti këtë. Le të vazhdojmë të tjerë, të gjithëve do t'ia zër ato. Po pra ky është, pra ai nuk është blerje kjo në logjik. Pra unë nuk jam edhe këto që ton vota blihet andaj këtë. Unë pra kjo se në fund të fundit unë pse votoj atë? Që të më ofrojë një mirëqenie. Ka mirëqenie direkt, ka indirekt. Pra ai e ka mbyllur gojen, ka zem sepse erdhi oferta, sepse ka qenë kritik objektiv. Punë për të pasaj se si menaxhon. Në të njëjtën kohë të tjerët mund të qasen. Sepse ky është kapitalizëm, nuk e çfarë i bën. Mund të bëj ofertën, thot ai është. Kam kupton. Ti je i lirë, thot Kanti, edhe kur vepron, edhe kur nuk vepron. E mbylli, ajo është therse. Edhe kur nuk vepron. Ti je i lirë, po sigurisht edhe kur vepron, kur nuk vepron. Kam kupton. E ka blerja bën ai. Po të gjithë në shitje janë këtu. Po mirë, mund të jesh edhe në heshtje ti ke periudhë krijtarie. Si? Mund të jesh të rish edhe vetë në heshtje, 1 vit, 2 vjet të rish. Ora ai e di vet. Ai do bëj marrëveshjen e di vet. Po nuk është blerje, i ka ardhur oferta. Po jetën komunitet si kupton? Si mund ta shpjegosh? Po jeta në komunitet neve na gënjevi nga 92-shi deri nga 2000-shi a diçka më tutje, na gënjevi kjo. Kam jetën time, ç'do duhet ty, andaj këtë edhe njerëzit janë bërë diskret. Në kuptimin që unë ja u them, ore shokoj, jo që më duhet të emrin mbi emër ta nxjerr aty ke paguar s'ke paguar, po më duhet të çfarë punë bën ashtu. Ai ti ku aty ja bën, siç më duhet mua tash. Më duhet familjarëve. Unë këtu i thashë, di unë kush je ti shokoj. Të gjithë familjarët me çfarë merren është më e pakta ormik, sepse më duhet për ndonjë punë, për ndonjë ndihmë, për ndonjë gjë. Me çfarë merresh? Me trafik? Pse se tregon? Paga duhet të ardhura, duhet të tregojnë. Ktu s'tregojnë të ardhur. Është person. Si që kërka personale ardhura ime është apo? Ardhura ime është vlera ime është apo? Jo kur je publik edhe privat është apo sa vlen se do të vijë oferta nga tjetri, do të diskutohet. Unë kam një njeriu tim që ma mbyll bisedën e anës financiare. Nuk ka gjë kohë timin shumë të ngushtë. Nuk ka gjë fare kohë. Ja them edhe atij tjetri. Pse do ta gjë kohën për këtë kur nuk tregon asgjë? Po si që gjërat janë interes ormik, pra gjërat janë interes. Por nëse ne kemi një mediokritet si shoqëri se nuk e pranojmë në parim fjalën interes, por në përbërje të çdo gjë është interes. Po nëse do pranohet atë po si u zhvillon kërkan kod që si u zhvillon kërkan. Ti ke interes të bësh intervistë, nuk kam interes me që erdhi. Po. Dashi ma themrin ti. Dashi më ngeli, Turi. Erdhi Turi. Erdhi Turi shumë, po bën një intervistë, unë kushtet e kam, kanë unë luks e kam. Po nesër mund të thosh ti. Çfarë kushte shkete intervistës, varet çfarë pozicioni jam. Am kupton atë? Okej, pra është identifikim interesash çdo gjë. Dhe në komunitet kjo është, pra njerëzit do të jenë më përfshirës dhe për sa kohë janë legal në të ardhurat e tyre, tani legal në Shqipëri quhet edhe një ardhur informale, am kupton se s'b nami. Se flasim për një punë, po, okay. A kupton, e ardhur quhet edhe kur ti punon në të zezë. Pse punë e madhe, se në fund të fundit kështu është sistemi. Në fund të fundit nuk ka shkencë në planet. E kishte Norvegjia, po ishte pra nëse në një shoqëri legaliteti të ardhurave është në maksimum 100%, shoqëria degradon. Po degradon, përfitohet një çik. Çdo gjë të jetë legale, taksueshme. Vdes, pra kthej në dele. Prandaj edhe ajo duhet, siç lejojnë për shemb pastrimin e lekëve. Pra në komunitet atyre u duhet që të jenë më kështu përfshirës. Pra duhet të vendosin, duhet të angazhohen, duhet ta vendosin puzzle kur kanë kohë, kur s'kan kohë, qysh tek. Kontribuojnë vullnetarisht. Po, kontribuojnë, po një çiko sa do për punën e vet do kontribuoj. Po, për veten e vet, për familjen. Po, ai nuk e shikon këtë, ai thotë ç'të duhet ty. Pra ke shtëpia e brenda ai mund të ketë investuar 300.000 euro. Jashtë? Shtëpia jashtë, korridori e ka mizerie, pa drita,
S'kan pompat i kanë copcov, ashensorit copcov, pra ai duhet një pjesë të mirësisë së vet duhet ta përcjellë edhe në komunitet. Po asaj kemi anën tjetër që po e përcolle, ka mund komunitete banorësh që duan të bëjnë sponsorizime në komunitet, po i them unë prit. Duhet të përfshihen të gjithë në pagesa, pastaj të fillojnë me sponsorizime sepse ata do abuzojnë. Nuk janë gjëra të qytetësha. Ha, më kupton? Nuk janë gjëra të qytetësha, na gjetëm donatorë abuzon. Një donator që nuk thot kush është donatori, vlerën që ka investuar, tjetri tallë bytën e ka patur të tepërt ato. Po se si, ta kupton? Po do shumë menaxhim. Nuk vlerëson gjestin, po çfarë vlet, do shumë prej menaxhimi këtyre gjërave, a më kupton? Se nuk është aq e thjeshtë. Ata i them për Braçën kur e godos. Braçja për shembull ta godasin Braçën. Braçja është i dështuar. Braçja ishte pa aftë si zëvendës kryeminist, tani e thotë unë do bëjmë kryetar bashkie. Po për të bëhet ai kryetar bashkie, njerëzit do shikojnë estradë. Kishin horror fare që ka qenë zëvendës kryeminist. Ky zëvendës kryeminist i dështuar, shoko, e kam ndjekur unë. Ai ka patur një teknik shumë të bukur mbi administratën publike, nuk e implementoi dot. Sepse ka patur një teknikë, ja kam mbajtur shënim tani kush e gjen, por sepse Rama është tani okay, se kur ati të bën edhe puna dobiç. Rretorim të merremi me administratën e budalla. Ne na duhet të merremi me zhvillime, me investime. Prandaj ai Belinda i ka luajtur fen. A kupton, njeriu i dur, ai me Ahmetaj. Po ne na duhet si do zhvillojmë do bëjmë investime, do zhvillojmë vendin, a më kupton? Se bën ai. Po ai të kënaq, po të bëhet kryetar bashkie. Se është i dështuar, do filloj të bëjmë gam, se njerëzit po nuk edhe njerëzit janë shumë të mençur. Ta vlerësojmë gangamin, a kupton shumë mirë se po reagon, është pozitive, por në një moment decisiv edhe të mbështesin. Sepse si, pra, okay, shumë mirë, ti je senator, thot Topçelli, do thotë që një jetë deputet. Se s'ka ndonjë raport publik ai për një çështje që të ka zgjidhur, e kam pyetur unë se them përgjigje, për një çështje që ka zgjidhur me banorët e Divjakës, me fermerët e Divjakës, pra çështje, atë që thashur më herët lobimi. Ha kupton, ai s'ka. Pra ky është detyrë e deputetit. Pra e merr një çështje nga këtu zero, siç është bërë multimullar, dhe thotë çova deri këtu. Edhe ku i kam raportet, tëra e bëj publikon raportin, ai thotë urdhëro. Siç u them avokatëve unë. Ka avokat marrin nga 30.000 euro çështje. Avokat këtu është varfëri mentale, a kupton se lek ka pafund. Pra ti ai avokati tashmë buri do. Po. Ai çështje 30.000, ai fitove. Po mirë, atë çështje ndriçit ai se bën një broshurë më buri do. Këta marrin ose vendimet e gjykatës turpi zotit, vendimet e gjykatës së shkallës së parë u bën private. Më përpara njerëzit lezonin atje. Di çfarë thotë lexosh një vendim gjykate sot më shoko, është e barabartë me 10 romane, me plera që na tregojnë këta e TikTok-a. Vendim gjykate është shok, ai i fshiu. Pa pikën e lidhje, turpi madh. Unë aty kënaqesha kur lexoj ndonjë vendim. Kur isha unë i ngjeshëm për ndonjë gjë, ndonjë vendim për një çështje, për shemb prone, ashtu ose për shembull ta kishe identike në komunitet, po. Po si ora i bëri private, budallai. Au kërkuar, është drejt private, s'ka drejt private. Këtu drejt private është vetëm aktiviteti seksual me burrin edhe me gruan, shoko. Çfarë aktivitet, çfarë është private këtu? Ti i bie çka vjen, çfarë është private? Kjo është një lloj budalliku që i ushqen njerëzve. Ora çfarë është private ma thuaj? Kush është private? Prona që ka bërë unë. Lekët që dihen ku si ka marr. Ato që privatja e këtyre. Kush e bleu si e bleu, po. Atëherë, Ronaldo, ne do të takojmë prapë, të flasim prapë, po. Sot jemi në fund bisedës, një mesazh. Ne mbush orarin ti, si puna asaj. Si puna e pezës, erdhi ora, tha, nuk kemi problem fare orarin. Nuk kemi problem orarin. S'ke orarin, po se më thua s'kemi, kisha probleme me orarin kur erdhi më thënë. Kam probleme me orarin. Jam edhe për pak. Mbyllë, çfarë do thuash? Mesazhi i cili është për publikun. Po mesazhi 4% e shoqërisë duhet të reagojnë minimalisht që të zhvillohet Shqipëria tema së shumë. 4%. Reagimi nuk duhet të jetë ndaj interesit publik, ndaj qeverisë që vjen. Reagimi duhet të jetë ndaj interesit të vet. Një shoku im pagovi në Big Market me kartë 2500 lekë. A kupton? Ndërkohë vuri i re që karta e kishte marrë 2 herë pagesën. Dëgjoj, se ky quhet reagim. Nuk do bëjmë reagim neve se çfarë bën Rama. Pra reagim kur ti vidhesh ose kurse ty të manipulojnë. Edhe i tha ajo shitse, i tha, po tha ta ka marrë 2 herë, tha po do të bësh një kërkesë me shkrim, tha kështu është procedura, tha. Ai tha se unë do të merrem me shkresën, tha ande këtë, tha. Edhe e la. Fakti që e la, pra ne lëm një gjë të vogël sot, një gjë të vogël nesër, edhe kjo na bëhet mal. E ka thënë ti klap, ai ti klap, ai ka thënë bukur ata. E pastaj zhdukesh ti. Le varet, le Shqipërinë, le shtëpinë, le kapitalin të gjitha, sepse nuk reagon nga ajo gjë e vogël. Nëse reagon për interesin tënd nga ajo gjë e vogël, zhvillohet shumë shpejt. Po të thuash varja, si mund të thuash varja për një gjë që e ke detyrën në jetë? Ai tjetri po të dëmton ti thuaj varja. Ai tjetri të ka zënë rrugën, ka vënë vazon ti thuaj varja.
Po nuk ka varja, varja është fjalë që i vret shqiptarët çdo ditë për së gjalli është ajo. Varja, si varja ti ke lindur për këtë punë. Varja kësaj, pastaj zhdukesh ti në Gjermani. Edhe në Gjermani pastaj gjen rehat. Kur i them, po ti gjen rehat sepse ti je periferia e shoqërisë aty. Kur dëgjon ti në Gjermani që u bodhi ti lan ministër, ti s'të plas si bytha. Sepse as voton as ke përgjegjësi asgjë. Kurse këtu të dhëjmë, të duket, çfarë bën në vendin tim? Ku edhe janë rehat. Sa më periferik ti ish, aq më rehat je, e ke qetësinë zero. Po mua më ka thonë ti tash se s'kam parë, më ka patur raste me një çift gjermanë që erdhën këtu apo në agjenci turistike. Më tregonin disa vjedhje në Gjermani që bënin banka ata ishin në mendje. Po këta janë pa integruar atje. Edhe sa më i pa integruar ti, aq më mirë pasi bëjnë 10-15 vjet on mos to. Erdhi alla ime nga Amerika e thotë po se çfarë po bëjmë ne në Amerikë më shumë se juve. Sepse ajo e shikon hallin atje me hallin këtu. Këta vjen si periferik e thonë është mirë Gjermania, se s'kemi qenë në Evropë. E kjo ishte, gjë tjetër ke për fakt. Ta mbyllim. Kur e bëm intervistën? Sot. Çfarë është data? 18 prill, shumë mirë atëherë. Faleminderit që harxove kohën. Në detyrim pagesë kemi. Jo, s'kemi pagesë. Çfarë pagesë? Shumë faleminderit. Asgjë, faleminderit edhe ti.